Gjykata e lartë ka rrëzuar rekursin e Ajola Xoxos, bashkëshortes së Erjon Veliajt dhe nënës së saj Valbona Xoxa, duke konfirmuar vendimin e apelit për sekuestron e një vile në Qerret, e cila ishte vendosur nën sekuestro nga SPAK. Rekursi është depozituar edhe nga dy shoqëri që kërkuan heqjen e sekuestros, e cila ishte vendosur në muajin mars. Ajola Xoxa akuzohet për kryerjen e disa veprave penale, përfshirë korrupsionin pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror ose të zgjedhurve vendor, në bashkëpunim nëntëherë, pastrimin e produkteve të veprës penale dhe refuzimin ose fshehjen e deklarimit të pasurive dhe interesave private të personave të zgjedhur dhe në punëzor publik. Sipas SPAK, hetimet zbuluan një mekanizëm korruptiv të organizuar që përfshinte kryetarin e Bashkisë Tiranë Erjon Veliaj dhe bashkëshorten e tij, duke përfituar në mënyrë të paligjshme nga fondet publike për pasurinë personal. Erjon Veliaj ndodhet aktualisht në burg, pasi u arrestua më 10 shkurt me urdhër të SPAK, ndërsa ndaj Ajola Xoxos u vendos fillimisht masa e sigurisë arrest në shtëpi e më pas detyrim paraqitje pas rivlerësimit të masës, duke i ndaluar gjithashtu largimin jashtë Shqipërisë. Hetimet dhe procesi vijojnë për zbardhjen e plotë të këtij rasti, që përfshin figura të larta të administratës publike.